Trump, agimi i ri për Kubën pas 70 vitesh. Presidenti Donald Trump paremëroi premten se një agim i ri po vjen për Kubën, duke theksuar se forca amerikane së shpejti do sjellë ndryshim në shtetin ishullor pas 70 vitesh, dhe shumë shpejt kjo forcë e madhe do të jetë gjithashtu një ditë e pritur për 70 vite, quhet një agim i ri për Kubën, e do ndihmojmë Kubën, tha Trump gjatë një aktiviteti në Phoenix, Arizona, shkruan ANSA, duke referuar komuniteteve kubano-amerikane. Ai pretendoi se ato janë trajtuar brutalisht dhe familjet të tjera janë vrarë dhe keq trajtuar. Regjimi iranian ka pësuar ndryshime të mëdha që nga fillimi i luftës me SBA dhe Izraelit, pasi këtë të fundit kanë eliminuar disa nga figurat më të rëndësishme, duke përfshirë ish liderin suprem Ali Khamenei, ja cilët janë personat paskujtave. Sipas BBC-s që marrin vendime, udhëheqësi suprem i Iranit Mojtaba Khamenei dihet se ka fjalën e fundit në gjitha çështjet kryesore, por ai nuk është parë në publik që nga emërimi i tij në fillim të marsit. Një zyrtar i lartë i qeverisë iraniane tha se negociatorët punojnë në drejtimin e Khameneit. Ai nuk ka përmendur në mënyrë të qartë negociatat, megjithatë mesazhet e fundit që atribuohen atij kanë kritikuar SBA-n. Ekipi negociator i kryetarit të parlamentit Mohammad Bagher Kalibaf, si dhe zyrtarët e Ministrisë së Jashtme si Abbas Araghchi, duket se kanë marrë më shumë mundësi në javët e fundit. Kalibaf ka lidhje thella me trupat e Gardës Revolucionare. Ndikimi i Gardës Revolucionare shtrihet shumë për te rulit ushtarak dhe konvencional, pasi kanë humbur disa zyrtarë të lartë ushtarak dhe vepron si një qeveri paralele nga ajo e presidentit të Iranit Masud Pezeshkian.